Lëviz Shala, ekspert për çështjet e sigurisë, është bashkuar në studio për këto zhvillime në Iran dhe rreth Iranit. Zoti Shala, faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit për ftesën. Sapo dëgjuam një material të përgatitur, e shmangu vërtet Irani një sulm të mundshëm amerikan, apo edhe presidenti Trump ishte në dilema sepse nuk është një vendim i lehtë për të sulmuar Iranin? Mendoj që me shumë zgjuarsi presidenti Trump e arriti fillimisht atë që donte. Domethënë e para e bëri atë presionin në mënyrë që të mos kishte ekzekutime, dhe kjo është shumë e rëndësishme për rritjen më pas të përmasave të demonstratave, sepse në fund fare është një masë shumë e fortë, është një sankcion shumë i fortë ekzekutimi, dhe ata ishin nivelet gjyqësore e tjerë filluan të marrin vendime deri në atje ka vepra të tilla penale për shkak që ka dalë kundër Zotit. Por këtë ekzekutohesh. Dhe këto ta frenonin vimin e protestës apo dhe pjesëmarrjen? Mund ta frenonin pjesëmarrjen, mund ta tremnin popullin e tjerë. Tashmë kjo dhe presidenti bëri lëvizje që ta bëj kërcënimin shumë të besueshëm. Domethënë që do ketë sulm ushtarak. Cilat ishin këto veprime që bëre? E para ishte boshatisja e një baze ajrore në Katar. Në Katar. Pra për t'i thënë shej këtyre që shikoni e kemi shumë seriozisht këtë punë. Dhe e dyta pastaj tërheqja gjithë shtetasve amerikan, por edhe shtetasve të tjerë të vendeve tjera. Pra, duke bërë shumë të besueshme që mund të ketë sulme ushtarake, por gjithsesi kjo është një sukses i parë i presidentit Trump, do ta quaja, që ka ndaluar ekzekutimet atje, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Por kjo nuk do të thotë që ata që do ndalojnë me kaq. Presidenti Trump e kalon përsëri në agjendë çështjen e goditjes, dhe mundet që më pas ai i tha popullit iranian që ndihma është rrugës. Pra kjo është ndihma që ai do të jep. Kjo është ndihma e parë le të themi që e dha në terren. Dhe e suksesshme. Edhe e suksesshme. Mundet më pas, duke qenë se është kërcënimi i përdorimit të forcës, ata mund ta përdorin përsëri më vonë forcën, sidomos ndaj atyre që janë simboli i ushtrimit të dhunës, edhe sidomos kundër gardës revolucionare, duke qenë se ajo ka një armiqësi më të madhe me popullin, dhe është një korpus shumë i madh, rreth 500-600.000 vet. Dhe që kanë kapacitetet jashtëzakonshme, domethënë ata janë vetë shteti. Domethënë ata janë rojet e revolucionit, pra nga ana ideologjike, kanë struktura ekonomike shumë të fuqishme. Vetë garda revolucionare pra menaxhojnë një pjesë të ekonomisë të tyre, dhe gjithashtu kanë patur një ndikim të jashtëzakonshëm edhe në zhvillimet e jashtë Iranit, me këto proxy dhe me këto një pjesë konsiderueshme kanë qenë pjesë menaxhimi i strukturave, pra duke filluar që kontaktet me Hezbollahun, me milicit shite e tjerë. Kemi parasysh i këtij drejtimi ishte Qasem Sulejmani, nuk ishte direkt i këtyre, po i këtyre forcave, nga këto kishte dalë. Generalët e ekzekutuar, ta kujtoj nga presidenti në mandatin e parë të presidentit Trump. Dhe ajo është një goditje spektakolare, domethënë sepse ky ishte nga organizatorët kryesorë të këtyre strukturave që ishin kundër Amerikës, rreth Izraelit, që ishin edhe kundër Amerikës edhe kundër Izraelit. Do duket tashmë është shumë e rëndësishme të shifen skenaret tashmë. Ky është një zhvillim interesant, thash, kjo që u shtyp. Po sa i vështirë është verifikimi në terren, atë që Trump e theksoi. Besoj se është mundësia për ta verifikuar në terren. Mundësia është për ta verifikuar, sepse teknologjia sot është e tillë sa që ata kanë përgjime të komunikimeve, i kanë gjitha, plus asaj që kanë edhe mund të kenë edhe rrjetin e tyre, Izraeli mund të ketë rrjetin e vet. Por nëse këta thonë që e kemi ndërprer, ata e dinë që Shtetet Bashkuara kanë mundësinë për ta verifikuar. Kështu që në këtë fushë ata nuk besoj se do të avancojnë, ose mund ta përdorin pastaj, shikoj, nëse ju do bëni këtë, ne do fillojmë ekzekutimet, mund ta përdorin edhe ata si presion këtë më pas. Por do duket këtu është shumë e rëndësishme vendosja e komunikimit të fuqive që duan ta mbështesin lëvizjen me popullin demonstrues, dhe kjo bëhet nëpërmjet vendosjes së komunikimit nëpërmjet internetit. Kur them komunikimit, domethënë dhënia informacioneve, marrja informacioneve, marrja pamjeve e tjerë. Mund të themi që kjo protestë, ndryshe nga ato të mëparshmet në Iran që janë shtypur, ka nisur së brendshmi dhe po mbështetet nga jashtë, kur ato të mëparshmet kanë patur një nxitje nga jashtë kryesisht. Kjo ka arsye shumë të forta, të cilat leadershipi iranian nuk i ka përcjell dot. Pra, sidomos ana ekonomike.
vlera e monedhës vendase ka rënë në mënyrë katastrofike dhe është një diçka që prek xhepin e çdo qytetari, prek jetën e çdo qytetari. Kështu që plus asaj aty shkon deri te mungesa e ujit. Domethënë ka problematika shumë të mëdha dhe nuk ka pasur nevojë në nxitje nga jashtë do të ketë kjo, nuk diskutohet sepse mund do të shihet tashmë edhe kush do ndikojë. Problemi këtu unë pse jam pak skeptik në suksesin e plotë të kësaj lëvizje, jam skeptik sepse deri tashmë nuk ka një mënyrë organizimi, nuk ka një leadership të këtyre demonstratave, pra që përcaktojnë një visjellje, që të përcaktojnë objektiva, që kenë një platformë politike, çfarë do bëhet. Domethënë duket se është një pakënaqësi e madhe popullore, është domethënë gjithë qytetarët e kanë vrarë frikën dhe nuk u pyesin se çfarë po ndodh dhe po dalin gjithë në rrugë. Po në mënyrë të pa organizuar, thjesht me këto njoftimet, në filanor fillon aktiviteti etj. Por fakti që është përhap në rreth 190-200 qendrat e banuara është nuk ka qenë përveç se në kohën e revolucionit, domethënë në kohën e përmysjes së shahut në 79, pra që kanë vazhduar një vit, nuk kanë pas ndonjëherë këto populli i Iran nuk ka qenë ngritur ndonjëherë në këto siç është sot. Dhe nga 79 deri më sot mund të themi që rrezikohet vërtet realisht regjimi i Ajatollahut në Teheran? Ka disa, unë thash, nëse nuk ndodhen disa zhvillime tjera, do jetë vështirë, sepse ata duket po e shohin si kërcënim esencial këto demonstrata, por nuk është se vërtet po e ndjen që ju ka ardhur fundi dhe ata mendojnë se mund ta menaxhojnë. Dhe këtu ka disa skenar. Një skenar është që mund ta menaxhojnë këtë situatë me ushtrim të dhunës, duke kufizuar numrin e të vrarëve, sepse kjo mund të nxiti reagime shumë edhe nga populli më po edhe nga jashtë, pra duke shtuar dhunën dhe duke u përpjekur ta mbyllin dhe mund ta mbyllin një variant është një skenar i mundshëm është ky. Një skenar tjetër është që ata regjimi mund të sakrifikojë diçka. Cili është duke shkarkuar qeverinë, duke shkarkuar presidentin, duke ndryshuar leadershipin, duke i dhënë për t'u dhënë mesazh popullit që ne po bëjmë ndryshimin. Dhe një nga këto është mund të japin mund të bëhen ndryshime edhe ligjore. Për shembull mund të lirohet pak ajo e drejta e veshjes, heqja atyre kufizimeve në veshje për gratë etj, sepse edhe aty gratë janë numri i madh pjesëmarrësës në këto. Edhe kjo nuk i zgjidh problemet ekonomike, por mund t'ja zgjasë agoninë në regjimit. Gjithsesi, nëse bie tempi, atëherë ata mund ta rikapin situatën dhe mund të fillojnë pastaj të reagojnë në mënyrë më të dhunshme. Pra, kjo është për ta zgjatur agoninë, për të mos u kolapsuar tashmë sistemi. Është një tjetër, është një skenar tjetër që mund të ndodhi, është që ka del gjithçka jashtë kontrollit. Dhe kur del gjithçka jashtë kontrollit, kjo është situatë shumë e rrezikshme pastaj. Pse është e rrezikshme se kur nxitet një lëvizje popullore, kur shndon një lëvizje popullore, kur mbështetet qoftë edhe nga faktorët jashtëm, duhet menduar për situatën post ngjarjes. Sepse unë përdor shpesh atë shembullin e Libis, domethënë rasti Kadafit, u ekzekutu Kadafi, por nuk u mendu fare se ç'do të ndodh me Libin. Pjesën pas Kadafit dhe sot Libia është akoma siç ishte, ka 3 qeveri, ka probleme, ka ashtu, nuk e ka marrë veten asnjëherë, domethënë, dhe me sa duket do ketë probleme. Mirë, po kjo hap probleme edhe me fqinjet. Kjo për ne këte fqinjet do të donin në fakt duke patur parasysh rolin e, po e themi, gati të një ngacmuesi ose të synimit për të qenë fuqi kryesore Irani në atë rajon, ka krijuar probleme me fqinjet dhe në një farë mënyrë në sigurinë e tyre ata kanë ndjer një farë frike nga programi bërtamor, programi raketor dhe një pjesë e këtyre shtetet do ta donin një Iran, do ta donin një Iran të dobësuar shumë, po një Iran të destabilizuar, sepse kjo mund të shtonë destabilizimi do të jetë zinxhir pastaj tek. Asgjë mos marrim, vetëm sistemet e armatimit mund të binë dur të gabuara edhe vala refugjatëve. Nuk po marrin gjëra tjera, domethënë. Dhe kjo pastaj mund të çojë, pastaj se Irani ka 13% popullsisë ka të kombësive tjera, deri 20%. Kurdët, balukët, këta mund të reagojnë, mund të organizohen, mund të kërkojnë drejta tjera. Mirë, po ç'a ndodh kjo pastaj
ka probleme tjera në rajon. Për shembull, me kurdët mund t'i hapi problem Turqisë, sepse mund bëhet shembull frymëzimi për kurdët që janë të shpërndarë në rajon, në Siri, Turqia më zor po e mbyll, çështën kurdë akoma nuk e ka mbyllur në Siri, domethënë që kurdët mos kthehen mos kthehen në etnitet politik në vete. Ose keni status autonomie etj. Pra, sepse kjo pastaj a ka dhe një plan amerikan, siç po thuhet nëpër mediat e ndryshme ndërkombëtare, për të çuar edhe kurdët e Turqisë në Iran? E keni dëgjuar këtë variant, besoj? Shiko ka, po kjo është operacion shumë i madh. Është operacion shumë i madh, siç u tha një herë edhe për Gazën, nuk mund ta bësh. Këtë tentoi ta bëjë Miloševiqi në 98-ën me popullsinë e Kosovës, por pa reagim të madh ndërkombëtar dhe në fund ai mori atë që meritonte, domethënë, edhe kjo nuk mendoj se është një prej varianteve më të mundshme. Ti afrosh diçka më shumë tjetrit, do t'i afrosh diçka shumë të mirë që ai vullnetarisht, ose për ndryshe pastaj do ta çosh me forcë, po me forcë pastaj nuk ka rezultat, ajo. Opozita në mërgim, le të themi, ka shanse në këtë situatë protestash të ndezura? Nuk e shoh, ata mund të kenë menaxhuar underground fiet, sepse qoftë opozita sidomos në Francë, por edhe kjo që është tek ne, tek ne ka të ndaluar pas ngjarjeve që ndodhen, atje ka të ndaluar të ushtojë, kanë statusin e refugjatëve dhe ka të ndaluar të merren me politikë. Ata që duan të merren me politikë duhet të ikin nga këtu të shkojnë të merren me politikë atje. Domthonë këtë duhet ta kenë qartë ata se s'mund të përdorin territorin shqiptar për të shtuar veprimtari politike. Ose veprimtari që mund të në dëm të shtetit iranian. I miri ke shteti iranian, ai që është këtu nuk sepse pastaj pati Shqipëria, pati sulm kibernetik etj. Por ata nuk edhe për ata situata sot është ose do kurr. Domethënë ata nuk mund të presin një situatë tjetër. Kur do presin kur të forcohet regjimi, kështu që ata vendi i tyre do të ishte, unë nuk them që nuk mund të kenë shkuar, dhe mund të kenë shkuar, pra me lidhet mund të kenë ndikuar, kanë strukturat e tyre, kanë infrastrukturën atje brenda dhe ata mund të ndikojnë këtë, por nuk është se kanë dhënë informacion më tepër. Unë shoh komunikatat që publikojnë ata, janë më tepër japin informacion të dorës parë, duket që japin informacion dorës parë për mënyrën e organizimit të demonstratave, për të vrarët, për kështu etj, që është një goxha informacion, po se në çfarë pozicioni ndodhen atje është vërtet. Djali Shahut ka mundësi, siç po qarkullon një prej varianteve, të rikthehet? Shiko, tashi me model protestash, me këtë model u përmys Shahu, 79-ën. Tashi djali Shahut është lindur në Iran dhe është rritur në Perëndim, është me shtësi amerikane bile, është rrinë në Shtetet Bashkuara. Normalisht ai ka marrë një kulturë perëndimore, nuk diskutohet, po ai ka deshi t'i japi mesazh edhe Izraelit, ka marrë takim me Izraelit, ka desh t'i japi mesazh që mund ta mbështesin sepse Irani me këtë nuk do të bëjë kërcënim ekzistencial më për Izraelin. Dhe kjo është lëvizje e bukur, por kjo është nga propaganda iraniane është transmetuar shumë keq brenda, domethënë sikur ky po sponsorizohet nga Izraeli. Por në momentin që ty të vihet etiketa që po sponsorizohesh nga Izraeli, të bie 50% e elektoratit e mbështetjes atje. Por duket interesant takimi që bëri Witkoff me këtë, një takim që është bërë në Shtëpinë e Bardhë, fakti që e ftuan në Shtëpinë e Bardhë, do të thotë që po llogarisin amerikanët si faktorë duan ta hedhin treg. Domthonë, qoftë ai është përpjekur të thotë që unë mund të jem një lider për periudhën e tranzicionit, edhe kjo është gjë interesante, po kjo do duket se si do të ecin. Fakti që janë ndaluar ekzekutimin në çështje shumë të rëndësishëm, sepse kjo do t'i japi hov tjetër lëvizjes. Pra, nuk do të tremben iranianët, kanë vrarë frikën tashmë, nuk do të tremben më nga kjo. Dhe më pas Trumpi mund të paraqesë edhe kërkesa tjera, se është mjeshtër për këto, mund të paraqesë edhe kërkesa tjera që për lirimin e burgosurve, edhe për veprime tjera, domethënë, në këndvështrim tim do të dhënë përsëri mesazhe që ata që ushtrojnë dhunë do marrin përgjegjësi ligjore. Dhe do të ishte shumë interesant se gjykata penale ndërkombëtare, pavarësisht se Irani nuk është nënshkruese, gjykata penale ndërkombëtare të fillojë një hetim të madh për dhunën që apo edhe për të vrarët edhe të jepen njoftime publike, edhe të kërkohet informacion, të ngrihen komitete për të marrë në mënyrë që forcat e sigurisë të vijen nën presion. Pra forcat e sigurisë këto që po bëjnë vrasjen ta dinë që nesër shteti do të eci,
Irani mund bëhet demokratik, mund të jetë ky që është me një udhëheqje të ndryshuar etj dhe ata persona do marrin përgjegjësi për jetët e humbura. Kështu që kjo ndikon tek forcat e sigurisë dhe një zbrapse e forcave të sigurisë që kanë filluar të ketë një farë zbrapse sepse ata kanë braktisur pozicionet në disa qytete, para qytetet kanë rënë në durr të demonstruesve, por edhe bile bëhet fjalë edhe në disa lagje të Teheranit. Domethënë kanë braktisur pozicionet. Pra po ndjejnë trysnin. Nëse do bëhen edhe këto lëvizje tjera nga gjykata penale ndërkombëtare, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga aktorët e tjerë që forcat e sigurisë do marrin përgjegjësi për numrin e vrarë, do identifikohen dhe mundësitë për identifikim janë shumë të mëdha se çdo qytetar ka një smartphone tashmë edhe pavarësisht se nuk mund ta japi me internet, por mund ta filmoj, ruhen prova, ruhen gjitha, domethënë, kështu që kjo pastaj do të bëjë që të shtohet mundësia për pjesëmarrje më të madhe nëpër protesta. Mund të jetë një skenar tjetër, kjo do duket tashmë pra nëse do ketë dobësi të opozitës, që nuk po e merr situatën në dorë. Nëse do ketë pamundësia e shahotëri, po i themi, për të aktivizuar, mund të mendoj që mund të mendohet edhe një zgjidhje, një skenar tjetër, komplet tjetër nga ato mund të jetë një zgjidhje si modeli egjiptian, domethënë kur erdhi në pushtet ai që erdhi villazërisë muslimane që qenë një pushtet politiko-fetar në një farë mënyrë, por në moment që filluan lëvizjet e protestës për veprimet e tyre, ushtria u distancua. Ushtria mori pushtetin. Ky model mund të bëhet edhe këtu, teorikisht po e them. Mund bëhet edhe sepse jemi në momentin e skenarëve, kështu që në gjeopolitik lejohen skenarët dhe jo skenarët kot, po skenarët me bazë, me krahasime, me gjitha. Dhe mund ta marrë garda revolucionare, pra mund ta spostoj leadershipin fetar, mund të marrin ata pushtetin, do thonë do jetë më mirë më keq, do jetë një ndryshim, po se si do jetë pastaj do duket. Pra nuk janë skenarë që mund të ndodhin këto gjitha. Po kjo do duket sidomos në këtë javë në vazhdim. Çfarë përmasash do të marrin? Nëse do vazhdojnë të marrin përmasa akoma më të mëdha, pastaj do jetë fatkeqësi nëse nuk do jetë fatkeqësi nëse nuk ka një forcë udhëheqëse e këtyre, pra nuk krijohet një organizim politik, nuk krijohet një sepse një protest pa kokë do jetë e vështirë. Do jetë e vështirë dhe do goditet kollaj. Domethënë, nëse nuk ka një organizim, po të marrim për shembull kështu filloi lëvizja studentore në Serbi. Ndryshojnë rrethanat e tjera, por kështu filloi lëvizja studentore, autoritarizmi e tjera, pastaj po filluan të organizohen, pastaj u kryon komitete, studentët i menaxhojnë e tjera. Dëshira për tyre në politikë të zgjedhjeve të ardhshme. Pra ka modele të ndryshme dhe nëse kjo opozitë që është do qëndrojë shumë larg dhe nuk do të vihet në kryet e këtyre, ata duhet të sakrifikojnë, do të vihen në kryet protestave. Nëse ata dinë që opozita është kryet protestave, ata është problem tjetër pastaj. Dhe pastaj gjërat mund shkojnë. Pra kjo opozitë nesër mund të ketë të drejtën të kërkoj pjesëmarrje në votime, pjesë në pushtet e tjerë. Po nëse këta rrinë ngrofen gjysmën në Tiranë, gjysmën në Paris dhe gjëre populli atje përgjaket dhe nuk i kush është problem. Zhvillime interesante presin për Iranin. Në këto minuta të fundit nuk mund të rrim pa prekur Groenlandën, shkurtimisht zoti Çala. Danimarka tha se ka mosmarrëveshje themelore mbas takimit që ministri i jashtëm pati me zëvendës presidentin amerikan ditën e dieshme dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Si shkon historia e Groenlandës? E ble apo e merr Amerika? Fakti që hyn bisedime është gjë shumë e madhe. Domethënë që amerikanët nuk heqin dorë. Kështu që do të gjendur një rrugë, do të gjendur. Mund të ketë edhe këtu mund të ketë skenar ndryshëm. Unë po të dush mund të formuloj 2-3 skenar që mendoj. E para që të jetë në raportet me të drejtën ndërkombëtare, mund bëhet një traktat trepalesh, pra SBA, Danimark, Groenland, për asociimin e lirë të Groenlandës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që të thotë asociimi i lirë? Modelin e asociimit lirë, këta amerikanët e kanë bërë me disa shtete të vegjël nga këto, Ishujt Marshall e tjerë. Kjo do të thotë që mbas së drejtës ndërkombëtare shteti e ruan statusin në këtë rast, por këtu do të ishte pavarur, po nuk është më tamam pse të jetë e pavarur. Ajo është në prag pavarësisë Groenlanda. Atëherë në këtë kushte Danimarka e ruan sovranitetin formal, Shtetet Bashkuara kontrollojnë
politikën e jashtme dhe sigurinë dhe mund të bëjnë investime, mund të bëjnë gjithë zhvillimin ekonomik e kanë dorë vetë vendasit dhe mund gjendet dhe nuk është çudi që të shkojë drejt kësaj formule. Ndërkohë tjetër variant? Variant tjetër është që po që do hanë më shumë kohë, është që Grenlanda të fitojë pavarësinë, pra të kalojë të bëhet shtet i pavarur dhe pastaj të vendos. Po kjo po ta marrë pavarësinë ajo, pastaj jo automatikisht Grenlanda ngelet në Bashkimin Evropian, jo automatikisht Grenlanda ngelet në NATO. Pra kjo ja shton rrezikun pastaj për orekset e kinezëve dhe të rusëve. Edhe por kjo do ta lehtësonte më shumë atë asociimin e lirë, sepse duke qenë shteti i pavarur bëhet traktati 2 palësh, jo 3 palësh. Pra pavarësisht që mund të mos bindet Danimarka. Dhe këto ka dhe variante tjera, po këto janë në më kryesore. Pra jemi mes blerjes dhe ndërhyrjes. Blerja dy ekstreme. Ata Trumpi do fusi diçka nga menaxhimi i biznesit, si biznesmen që është, ata ju ofruan edhe nga $100,000 për individ. Por individ, po nuk ishte shifra që shkonin deri në $700 miliard sipas mediave amerikane. Nuk është mendoj se ai mendon që mund ta marrë me lirë. Por ka një problem. Grenlanda është një pozicion shumë të rëndësishëm strategjik dhe shkrirja e akujve dhe e bën ata një Grenland jetë semafori i hyrje daljeve në Atlantik. Dhe këtë semafor hyrje dalje në Atlantik kur them që nga një dikën në ndecët, ruse, kineze etj, që mund të jenë kërcënim për sigurinë e kombëtarëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo me kod Trumpi dhe para Trumpit ka qenë president tjerë që në 46-ën që kanë dashur ta marrin. Pse? E kanë parë këtë në por që tashmë ngarë që është sepse është një aleancë, mos ishin një aleancë, gjërat mund të ndodhin ndryshe. Domethënë, mos ishin një aleancë, po tashmë duhet të gjendet mënyra që të bëhet të binë dakord. Tashmë shtetet anëtarë të NATO-s për ta frenuar pak Trumpin kanë filluar sot të dërgojnë disa njësi kështu për kërkime, për holundime, për vlerësime, kërcenimesh etj dhe vetë NATO ka kërkuar që brenda NATO-s. Pikërisht kjo se kjo do të ishte humbje më e madhe pastaj. Domethënë dhe që Amerika besoj ka bërë këtë plan që nuk mund të shëmbet NATO në këtë moment. Nuk ka interes Amerika për këtë moment të shpërbëhet NATO. E vërtet. Kur ka interes ka vetëm Rusia. Kështu që nuk mund të çonim ujë në mullirin e Rusisë. Do gjendet, unë mendoj se do gjendet mekanizma që Shtetet Bashkuara të marrin atë që duan, mbase jo 100% të bën pjesë e territorit amerikan, po të kenë të drejtën e kontrollit të jashtëm dhe të sigurisë të mbrojtjes, të vendosin atë armatim që duan atje për sigurinë, për mbrojtjen edhe të NATO-s edhe të Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por sovranitetin formal mund ta ruaj Danimarka, ato varianti që thashun. Ka mundësi të ndryshme. Ata janë mjeshtra, Trump është mjeshtër i biznesit edhe do gjej një marrëveshje. Të falenderoj shumë zoti Shala që ishe me mua në studio, zhvillime interesante ishin, por edhe na presin do kemi mundësi të ritakojmë sërish. Dinamike madhe. Falenderoj shumë. Faleminderit. Një hapësirë shkurtër publicitare, me njerë jemi me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Bars Pajia.